Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Meteorologja jep lajmin e mirë për motin se kur largon rreshet të dëborës dhe shiu. Meteorologja Anira Gjoni nga Igjeum thot se gjatë kësaj jave në territorin e vendit do të ketë rënje të temperaturave, por ajo sqaron se nuk do të ketë rreshe dëbore apo shiu gjatë këtyre ditëve të para të javës. Në një intervistë, Gjoni u shpreh se të premten do të rikthejë rreshet e shiut. Nuk presim më këtë javë rreshe dëbore, pasi janë e zauruar tashmë. Temperaturat e ulta do të na shoqërojnë gjatë gjithë javës. E premtja do të bëjë kthesën. Nga dita e martë, në zonat e ulta temperaturat minimale do të jenë 2 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore -5 gradë Celsius. Do të ketë rritje prej 2 gradësh të mërkurë dhe të enjte. E premtja do të ketë përmirësim. Kjo javë pritej dhe kishim parashikuar që do të ishte ftohtë. Nuk do të ketë rreshe dëbore ditën e sotme dhe në vazhdim, por ditën e sotme pritet të ketë rreshe lokale të dobta. Në Bregdet nuk presim të kemi problematika për sa i përket kushteve të motit. Të premten presim rreshe shiu, por jo me intensitet të shtuar, theksoi ajo. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.